Jo, 100%. Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin e Kosovës. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe siguri Kaja Kallas sot në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s që mbahet në Luksemburg do të informojë lidhur me procesin e dialogut Kosovë-Serbi, si dhe për vizitën që ajo pati në Shqipëri, Maltëzi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Sidoqoftë, takimi i cili fillon tani në orët e mëngjesit, pikë kryesore ka agresionin rus kundër Ukrainës, derisa ministrave të jashtëm të BE-s do t'u drejtohet përmes një videokonference edhe ministri i jashtëm i këtij vendi, Andri Sibia. Në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg, sot Kosova përfaqësohet nga ministrja në detyre punëve të jashtme, Donika Gërvalla. Paraprakisht, ajo ka deklaruar se Kosova kërkon mbështetje për aspiratat e saj për antarësim në BE dhe NATO, duke theksuar rëndësinë e këtyre proceseve për vendin dhe stabilitetin rajonal dhe sigurinë evropiane. Presidentja Vjosa Osmani, cila po qëndron në Turqi në kuadër të forumit diplomatik, mbrëm në intervistë për RTK-n foli për pritjet e shtetit të Kosovës për njohje të reja. Kjo me që pas Kenjas dhe Sudani e njohu Republikën e Kosovës, duke bërë një proces i njohjeve të zhbllokohet pas një periudhe 5 vjeçare që kur vendi mori njohjen e fundit nga Izraeli. Presidentja Osmani tha se është momentum shumë i mirë që tani ka edhe 2 njohje të reja nga shtete jashtëzakonisht të rëndësishme e të fuqishme e me ndikim në kontinentin afrikan. Sudani, një vend në verilindje të Afrikës, u bë shteti 119 që e njohu pavarësinë e Republikës së Kosovës. Njohja nga Sudani është e dyta brenda javësh për Kosovën, pasi një shtet tjetër afrikan, Kenya, e njohu atë në fund të marsit. Ky duket edhe si proces i zhbllokuar pas një periudhe 5 vjeçare kur Kosova nuk kishte marrë asnjë njohje. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Që nga shpallja e pavarësisë me 17 shkurt 2008, Republika e Kosovës ka marrë njohje të rëndësishme nga një numër i madh shtetësh. Sudani është bërë tashmë shteti 119 që i tha po pavarësisë së Kosovës. Njohja nga Sudani është e dyta brenda javësh për Kosovën, pasi një shtet tjetër afrikan, Kenya, e njohu atë në fund të marsit. Në mesin e mbi 100 shteteve që ka njohur Kosovën shtet, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumica vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe vendet e tjera të botës. Costa Rica ishte shteti i parë që njohu Kosovën. Por Republikën e Kosovës ende nuk e ka njohur 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. 2 njohjet e fundit konsiderohen si zhbllokim i këtij procesi, pasi në 5 vitet e fundit nuk i kishte ardhur Kosovës asnjë njohje. E fundit kishte mbetur njohja nga Izraeli, e cila erdhi fal marrëveshjes së Washingtonit që u pati nënshkruar në prezencën e presidentit Trump. Njohjet ndërkombëtare kanë luajtur rol kyç në forcimin dhe avancimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës si shtet dhe drejt antarësimit në organizatat ndërkombëtare. Sot shënohet dita memoriale e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Përmes shënimit të kësaj dite përkujtohen vuajtjet dhe traumat e atyre që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kjo ditë synon të njohë padrejtësinë e përjetuar dhe traumën si pasojë e krimeve të tilla dhe njëkohësisht të rrisë ndërgjegjësimin për drejtësinë e vonuar dhe luftën kundër stigmës. Në shënimin e ditës së të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës njofton se sot, për herë të parë, një burr i mbijetuar do të ndajë publikisht rrëfimin e tij. Qendra deklaron se ky është një rrëfim që sfidon frikën, stigmën dhe harresën e një akt guximi që hap një kapitull të ri për drejtësinë dhe të vërtetën.
Me propozim të presidentës Vjosa Osmani, qeveria ka caktuar 14 prillin si ditë e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Vasfije Krasniqi Goodman e kthyer në një grua simbol dhe heroin për shumë gra dhe vajza që përjetuan dhunën seksuale nga forca serbe gjatë luftës në Kosovë, deklaroi se 14 prilli vitit 99 është një datë që nuk e shënon vetëm në kujtesë. Ajo tha se në atë ditë jeta e saj ndryshoi përgjithmonë. Ndonse jetoi, Krasniqi u shpreh se shpesh ka menduar të dorëzohet, duke shtuar se tani kur e kujton atë ditë, vetën e konsideron jo vetëm viktim, por edhe dëshmi se është një zë që mbijetoi dhe që nuk do të hesht më. Krasniqi deklaroi se dhimbja e saj është pjesë e historisë sonë dhe ajo duhet të dëgjohet. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.